Ishte pra kjo Miriam Cani dhe të gjitha ata që dëshirojnë të shohin, mund të shohin në operën e Bonit në Gjermani, në Musical Hair. Dhe një falenderim shumë i madh shkon për grupin Art Design, të cilët që shumë vite që ndrojnë me videofestin muzikor. Po ashtu, një falenderim shumë i veçantë shkon edhe për ata të tjerët të cilët na kanë mbështetur. Për Ministrinë e Kulturës të Prishtinës. Dhe për Drejtorinë për Kulturë dhe Sport në Prishtinë. E tani, mysafirët e tjerë na vinë nga bota e mediave. Kryeredaktorja e Gazetës Kosova sot dhe kryeredaktori i Radio Dugaxhinit. Zonja dhe zotrin, para jush, Margarita Kadriu dhe Gent Efendia. Brama. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma dhe përshëndetje, emocion i veçantë. Në rastin tonë do duhesha që unë të interpretoja atë që në fakt Margarita do duhet të shkruante, për arsye se kjo punon në gazetë, në fakt e ka gazetën e vetë, unë punoj në radio, ose në të kundërtën do duhej t'jepja përparësi, si mashkull, si që donë edhe Bontoni, kështu që, Margarit? Aha, Bontoni, a? Bontoni, kodi, që ka ma si dhe më rënërmen mu kodin penal sonte? Për ditë shme dhe ashtu. Neni 37-38 menet e famshme, o, popull sonte po knaqëm. Që ka me bo me politikanë, nështë asonte, nuk dojnë me dëgju për korrupcionin, shkeljet e ligjit, që ka po thutja, janë këtë korruptum ajo? S'kisha thonë që janë krejt korruptum, bile 90% po, e 10% nashtë ajo, me gjitha ta, ma kujtove këtu atë thanjen e vjetër që populli jonë, sidomos e përdor shumë, e përdorim edhe ne në shumë citate të shkrimeve tona, kush punon edhe gabon, po e keqja është që shumë prej tyne nuk po punojnë e po gabojnë. 90%? S'ko ka qa që keqja? Si do qoftë ta shmëran men mu një shkrim që kam lexu këto ditë të Robert De Niros, është zgjedh antar deri një kolegj amerikan, dhe ai thot, me shaka, bëhuni aktor, deri sa kam mësu, edhe deri sa kam punu, s'kam pas lek, s'kam pas para, tash i kam gjitha. Dhe thash vetë me vete, more Robert De Niro, politikan tonë e din këta para te. Mira, atër duhet me thonë lumë për ta, nuk e di pse na kanë zgjedh pikrisht neve me japë çmimin Best Male sonte. Margarit? Sigurisht jo pse ti jepi Gjakove. Jo, se Gjakova sonde u përmend shumë, e bilem ma në fund u përmend, se ka kohë që s'përmendet shumë edhe s'është aty ku ishte. Si do qoftë, unë e po mendoj që kjo është çështje për investigim, duhet me i pyet organizatorët. I kisha pyet edhe organizatorët, po një prej organizatorëve kryesore është femër. Mandej televizioni që transmeton ka pronare një femër. Janë gjitha ato femra që, sidomos mediat i kanë bo me i pas këto që i kemi, e për këtë jemi shumë falenderues. Po shojmë që meshkujt janë pakic edhe në videofest sonte, ma shumë femra ka pas. Gjo e mirë të ke fundit. Unë nuk pajtohem me udhëhecin e programit që tha femrat janë kolër. Aty ku ka femna, aty ka sukses. E duhet me i përshëndet me një duar trokitje gjithë femrat e suksesshme. Ti lojmë tash femnat e meshkujt, ne sonte do të shohim se kush do të jetë Best Male. Nominimet janë të nominuarit në kategorinë videospotit më i mirë në konkurencën e meshkujve. Besart Halimi, Kaçureli.
Drena Bazi, Pa Frym. Gen Salihu, Lufta është bashkët. Lyrical Sun, Pse t'fola. Pse t'fola, unë njoftova me ty. Qysh herën e parë kur t'kom pa e kum ditë që je special. Se mu marrë me një famën, besëm zemër nuk kanë dof kur t'u. Mentor Haziri, Angel. Dhe videospoti më i mirë në konkurencën e meshkujve shkon për Mentor Hazirin. Unë e di se dikush më mbron, atje larte kam një ëngjël. Era më sjell kujtimin e saj, më dërgon diku dhe mua. Mi mbroma Prishtina. Unë kam qenë shumë festivalin Shqipëri dhe kom pa që publika ka qenë shumë entuziazmume dhe ka bërtit shumë. Unë nuk pisho këta të bërtit. Bërtit në ma shumë për video festin! Unë e fatë mirësisht mërëm kam qenë iftuar special koncert në Rita Orës, edhe dikun ka qenë jo 7.000 njerëz aty. Muj me thonë që shembli maj mirë për me depërtu në skena muzikore është një vokal shumë i mirë, me kenë shumë modest edhe me përkrat gjitha ata që kam punu. Unë e kisha falendru shumë gjitha ata që kam punu për këtë klip, Yll Qitakun edhe Hotelin Emeraldi cili ma ka sponsoru. Falenderit shumë, ju dua.